Në kushtet e një tregu financiar në lëvizje, qytetarët që planifikojnë të aplikojnë për kredi bankare këshillojnë të marrin informacion të plotë përpara nënshkrimit të një kontrate. Të dhënat e fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë një rënje të lehtë të normave të interesit për kredit konsumatore nga 8.5% në fund të vitit kaluar në 8.2% në 3 mujorin e parë të vitit 2025. Ekspertët e bankave theksojnë se për te interesit, qytetarët duhet të analizojnë dhe faktorë të tjerë si afati i shlyerjes, kostot shtesë dhe natyra e interesit, nëse është fiks apo variabël. Një analizë e kujdesshme ndihmon jo vetëm në përzgjedhjen e ofertës më të përshtatshme, por dhe në shmangjen e vështirësive financiare në të ardhmen. Për kamerën e Blu Televizion, Klodian Hysi, drejtori i rajonit Jug Perëndim i Bankës OTP, shprehet: Niveli i njohurive financiare të qytetarëve që marrin kredi, domethënë ka ardhur duke u rritur, sepse normalisht, domethënë po ta marrim që nga fillimi kur bankat kanë operuar në Shqipëri nga 2001-shi. Ka qenë në nivele shumë të ulta, edhe për punonjësit ka qenë shumë e vështirë, domethënë për të sqaruar dhe për të bërë të kuptueshme, domethënë atë çka realisht ata duhet të marrin informacion kur aplikojnë për kredi. Por unë do të thoya që aktualisht kemi një nivel të mirë, sepse kanë bërë punë edhe bankët, domethënë që informojnë njerëzit, por shumë klientë nuk e kanë për herë të parë marrjen e kredisë dhe tashmë e kanë mësuar se çfarë duhet të kuptojnë edhe se si mund të llogaritet një kredi për të bërë edhe ata llogaritë veta se si do ndikonte kredia në situatën e tyre financiare. Norma e interesit është gjëja e parë që diskutohet, sepse të gjithë klientët atë kanë pikën më kyçe për të bërë krahasimin, sepse mos harrojmë që sot klientët nuk janë më ata klientë që shkojnë në një bankë dhe ndalojnë aty dhe fillojnë procedurën. Pra klientët bëjnë një intervistë në të gjitha bankat ose në disa banka që ata mendojnë që janë banka të mira për të vlerësuar, për të marrë një kredi, dhe pasi bëjnë krahasimin midis tyre, atëherë vendosin se te kush bankë do fillojnë aplikimin. Të them që nuk ka pasur, patjetër që ka pasur, sepse varet nga niveli i njohurive që kanë klientët. Dhe normalisht, domethënë në momente të caktuara kur kanë keq kuptuar ato çka u është thënë ose nuk e kanë kuptuar sakt, pra atë informacion që ne kemi dashur të transmetojmë, është ulur, është diskutuar, është sqaruar, aq më tepër dua të them që ne insistojmë që klientët ta kuptojnë, sepse na e bën punën më të lehtë. Pra, nuk ndodhin këto keq kuptime apo nuk ndodhin keq informime. Pra, kur ne bindemi që klienti e ka kuptuar sakt informacionin të cilin po firmos, atëherë edhe për ne është më e qetë dhe më e drejtë. Zyrat bankare në qytete si Vlora, Saranda raportojnë interes të shtuar nga qytetarët për produkte kredie, si për blerje banesash, ashtu dhe për nevoja konsumatore apo investime familjare. Qytetarët inkurajohen të bëjnë krahasime ndërmjet bankave dhe të kërkojnë sqarime të plota për çdo detaj përpara se të marrin një angazhim financiar afatgjatë.